I nderuar kryeministër, zotëri Zoran Zaev, i nderuar zëvendës kryeministër i parë, zotëri Artan Grupi, i nderuar kryetari i qytetit Shkupit, zotëri Petar Shilegov, i nderuar menaxhment të tregut të Gjelbërt, menaxheri i përgjithshëm Mladen Damev, të nderuar zëvendës kryeministra, zotëri Bytyqi, zotëri Nikolovski, i nderuar ministër Bekteshi, të nderuar kryetari i Odës Ekonomike Nebi Hoxha, të nderuar qytetar dhe gjithë të pranishëm. Do të filloja kështu: premtojmë dhe realizojmë. Me këtë fjalë të vetme do ta kisha përshkruar lëshimin në përdorim të kapacitetit të ri dhe të rikonstruar të Bit Pazarit, me 630 tezga, 175 lokale dhe 220 vende parkimi. Bit Pazari mori një pamje të re moderne, por ne lirisht mund të themi se u bë edhe qendër multifunksionale. Sot jemi dëshmitar të një investimi të suksesshëm në komunën e Çajirit, që peshon hiç më pak se 250 milion denar. Ky investim është tehet i mirëseardhur për qytetarët tanë, për Çajirin tanë, për bizneset që do të funksionojnë këtu. Por ajo që shton më shumë peshën janë vend parkingjet e krijuara që ndihmojnë shumë në lehtësimin e qarkullimit. Shoqata Skopski Pazar e përgëzoi për realizimin e programit zhvillimor dhe investues të Bit Pazarit, sepse investimet e tilla nënkuptojnë avancim ekonomik, avancim të mirëqenies, hapje të vendeve të punës, apo thënë shkurt, nënkuptojmë jetë më të mirë në komunën tonë. Bit Pazari, duke qenë edhe pjesë e pandashme e zemrës së komunës së Çajirit, e Qarshisë së vjetër, sot duket qendër më tërheqëse e biznesit, që jam i sigurt se do t'i plotëson nevojat e konsumatorëve e të atyre që japin shërbimet. Dhe këtë fjalim timin, sot dua ta përfundoj me të dhënë që mora mbrëm se në Bit Pazar, në bazë ditore, në treg qarkullojnë rreth 20.000 qytetarë, dhe ky vend ku jemi për momentin llogaritet si tregu më i madh dhe më modern në Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu llogaritet edhe si arteria ekonomike jo vetëm në Çajir, por edhe në tërë qytetin e Shkupit. Na u shtofshin investimet e këtilla. Poçtuan premier gospodin Zoran Zaev, poçtuan prv vicepremier Artan Grupi, poçtuan gradonačelnik nagradot Skopje Petre Shilegov, poçtuani vicepremieri Bytyqi Nikolovski, poçtuan minister Kreshniki, poçtuan predstavitelj Nebi Hoxha na komorava na biznesot, poçtuani naši sograđani. Ovoj govor tuka bi go započnal vaka: vetuame i ispolnuvame. Со ова единствена реченица би го опишал пуштањето во употреба на новиот реконструиран капацитет на Бит Пазар. Со 630 тезги, 175 локали и 220 места за паркирање, Бит Пазар доби нов модерен изглед, но слободно можам да кажам дека стана и мултифункционален центар. Денес сме сведоци на успешна инвестиција во нашата општина Чаир, која тежи не помалку од 250 милиони денари. Ова инвестиција е крајно добродојна за нашите граѓани, за нашиот Чаир, за бизнесите што ќе работат тука. Но она што дава уште поголема тежина се создадените паркинг места кои ќе помогнат многу во олеснувањето на сообраќајот. Му честитам на Скопскиот пазар за реализација на развојната инвестицијска програма на Бит Пазар, бидејќи ваквите инвестиции значат економски напредок, унапредување на благосостојбата, отварање работни места или на кратко кажано значат подобар живот на нашата општина и градот Скопје. Бит Пазар, како неодлив дел од срцето на општина Чаир, старата чаршија денес е најатрактивниот деловен центар, за кој сум сигурен дека ќе ги задоволи потребите на потрошувачите и на оние што дават услуги. И сакам денес да го завршам говорот со податоците што ги добив синоќа, дека во Бит Пазар секојдневно на пазарот циркулират околу 20.000 граѓани,
И ова место каде што во моментот се наоѓаме се смета за најголем и најмодерен пазар во Северна Република Македонија. Но исто така се смета за економска артерија не само за Чаир, туку и за целиот наш град. Нека ни се множат ваквите инвестиции. Честитки до инвеститорите, менаџментот на овој објект, на сите сопственици, корисници и сите тие што ќе го посетуваат, значи, овој убав објект. Ви благодарам уште еднашка. Ju falim derit.